Në edicionin e 5 të Big Brother VIP, një nga momentet më të komentuar dhe më emocionues deri më tani ka qenë padyshim puthja e parë pasionante mes Casey dhe Inës. Një skenë që ka ndryshuar rrjedhën e raportit të tyre dhe ka shtuar ndjeshëm tensionin dhe interesin brenda shtëpisë. Por edhe jashtë saj, në rrjetet sociale dhe në publikun e gjerë. Gjithçka ndodhi pas debatit të fortë që dyshja pati mbrëmjen e kaluar. Një debat i mbushur me keqkuptime, xhelozi dhe emocione të mbajtura për një kohë të gjatë, ku të dy shprehen hapur pa kënaqësitë, pasiguritë dhe ndjenjat që kanë për njëri tjetrin. Ky përballim verbal, edhe pse i tensionuar, duket se ishte pikërisht pika e kthesës në marrëdhënien e tyre. Pas përplasjes, Casey dhe Ina vendosën të mos i lënë gjërat pezull dhe zgjodhen të flasin sërish. Këtë herë në një ambient më të qetë dhe larg vëmendjes së banorëve të tjerë. Lavanderia u kthye në skenën ku gjithçka u sqarua. Aty, mes fjalëve të sinqerta, shikimeve të gjata dhe emocioneve që nuk mund të fshiheshin më, dyshja vendosi të hedhë pas dyshimet dhe frikën. Biseda e tyre u shndërrua gradualisht në një moment afrimi emocional, i cili kulmoi me një puthje të zjarrt dhe plot pasion. Një veprim që konfirmoi hapur ndjenjat mes tyre dhe shënoi një kapitull të ri në historinë e Big Brother VIP 5. Edhe pse ndodhi larg syve të banorëve të tjerë, kjo puthje nuk i shpëtoi kamerave dhe u ndoq nga i gjithë publiku shqiptar, i cili prej ditësh po priste një zhvillim të tillë. Reagimet në rrjetet sociale ishin të menjëhershme, me komente, ndarje opinionesh dhe mbështetje të shumta për këtë lidhje të re, duke e kthyer Casey dhe Inën në qendër të vëmendjes së këtij edicioni. Me sa duket, tashmë gjithçka është e qartë. Çifti më i ri brenda shtëpisë është zyrtarisht i konfirmuar. Megjithatë, sfidat për ta nuk mbarojnë këtu. Të dy ndodhen aktualisht në nominim këtë javë. Çka e bën situatën edhe më delikate? Presioni i lojës, gjykimi i publikut dhe dinamika e re si çift do të jenë faktor vendimtar për vazhdimsinë e tyre në shtëpi. Një tjetër element që pritet të sjellë reagime të forta është qëndrimi i Stelinës, e cila pritet të shohë pamjet e puthjes mes Casey dhe Inës. Reagimi i saj mund të ndikojë jo vetëm në raportet personale brenda shtëpisë, por edhe në balancat e lojës, duke hapur rrugën për debate të reja dhe përplasje të mundshme. Big Brother VIP 5 vazhdon kështu të ofrojë histori të forta emocionale, surpriza të papritura dhe dinamika që mbajnë publikun të mbërthyer para ekranit, duke e kthyer çdo natë në një spektakël të paparashikueshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.